Të nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm. Zgjohuni me ne data sotshëm 28 mars dhe ne si çdo ditë tjetër do të kthehemi pas në histori, art dhe kulturë. Do të vëmë ngjarjet më të rëndësishme të datës 28 mars dhe do të kthehemi në vitin 1930, kur qytetet e mëdha turke, Stambolli dhe Ankaraja, morën zyrtarisht emrat e tyre aktual, duke lënë pas trashëgimimin e gjatë të Konstantinopolës dhe Angorës. Ndërkohë në Spanjë në vitin 1939 Madridi ra në duart e forcave nacionaliste, duke i dhënë fund luftës civile spanjolle dhe duke shënuar fillimin një epoke të re. Duke lëvizur në kohë në vitin 1963 Alfred Hitchcock tronditi botën e kinemas me filmin e tij të frikshëm The Birds, që mbeti një nga kryeveprat e zhanrit horror. Por jo çdo 28 mars ka qenë i gëzueshëm. Në vitin 1979 në SBA ndodhi aksidenti bërthamor në 3 Mile Island, duke shkaktuar panik dhe duke ngritur shqetësime të mëdha për sigurinë e energjisë bërthamore. Dhe në vitin 2005 një tërmet i fuqishëm me magnitudë 8.6 goditi brigjet e Indonezisë, duke marrë jetë njerëzish dhe duke shkaktuar shkatrime të mëdha. Në këtë datë erdhën gjithashtu në jetë dhe figura të mëdha për histori. Në vitin 1868 erdhi në jetë Maksim Gorki, shkrimtari rus që me veprat e tij ndikoi thellësisht në letërsinë socialiste. Në shekullin 20, në vitin 1936 lindi Mario Vargas Llosa, një nga shkrimtarët më të mëdhenj të Amerikës Latine, fitues i çmimit Nobel për letërsi. Dhe më afër ditëve tona në vitin 1986 lindi një yll i muzikës pop, Lady Gaga, e cila do të bëjë një nga artistet më të famshme dhe më të guximshme të kohëve moderne. Por koha sjell jo vetëm lindje të reja, por edhe humbje të mëdha. Në vitin 1941, bota e letrave humbi Virginia Woolfin, shkrimtaren britanike që solli një revolucion në letërsinë moderniste. Në vitin 1969 mbylli sy Dwight D. Eisenhower, ish presidenti amerikan dhe gjenerali i njohur i luftës së dytë botërore. Dhe në vitin 1985 arti humbi një nga figurat më të rëndësishme të shekullit 20, piktorin Mark Chagall. Tani u të ndiqni rubrikën Ne dhe Shëndeti. Vjeshta është koha më mirë e kërpudhave. Ato janë të pasura me vitaminë të grupit B, në veçanti B2 dhe B3, thelbësore për metabolizmin e yndyrnave, sheqernave dhe proteinave, dhe për të mbajtur sistemin nervor të shëndetshëm. Kërpudhat janë një burim i mirë i kaliumit, fosforit, magnezit, të çmuar për funksionimin e duhur të organizmit. Për më tepër, ato kanë një avantazh tjetër, janë të mira për kockat. Përmbajnë vitamin D, e cila ndihmon në përthithjen e kalciumit, i cili është thelbësor për kyçet e forta dhe parandalimin e osteoporozës. Zvoglon nivelin e kolesterolit. Enzimat dhe fibrat që përmban ndihmon në uljen e kolesterolit. Përmbajtja e lartë e proteinës së varfër në energji kontribuon në shkatërimin e kolesterolit të lartë, pasi tretja bëhet më shpejt. Veprim mbrojtës nga kanceri. Bashkërendimi i acidit linoleik dhe beta-glukanit në përmbajtje japin veti të aktivitetit antikanceror. Përmbajtja në selen ndihmon në pezullimin e qelizave kanceroze. Gjithashtu shumë studime kanë treguar se duke vepruar së bashku me vitaminën E, ulin ndjeshëm shfaqjen e kancerit të zorës së trashët. Rregullatori i sheqerit në gjak. Vlera ushqyese, si dhe përmbajtja e saj me enzima dhe insulin, ndihmon në uljen e glukozës që përmbajnë ushqimet të caktuara. Antibiotikët natyror që përmbajnë mbrojnë kundër infektimeve të gjymtyrëve të krijuara për shkak të diabetit. Përmirësimi i sistemit imunitar. Ergothionina, një nga antioksidantët natyror më të fuqishëm që përmban kërpudha, mbron kundër radikaleve të lira që ulin mbrojtjen e trupit. Antibiotikët dhe sidomos penicelina, po ashtu dhe vitamina A, C, B, kompleks që gjenden në kërpudhat, forcojnë sistemin imunitar. Ndihmon në anemi. Kërpudhat përmbajnë hekur, i cili është një element shumë i rëndësishëm për trupin ton. Zvoglimi i presionit të lartë të gjakut. Përmbajtja e ulët e natriumit dhe përmbajtja e lartë e kaliumit ndihmon në parandalimin e presionit të lartë të gjakut. Aktivitet antibakterial për shkak të përmbajtjes së bakrit. Seleni që gjendet në sasi të madhe kontribuon në shëndetin e eshtrave, të thonjve, të flokëve
dhe gjithashtu vepron dhe si një antioksidant. Marrja e mjaftueshme kalciumi. Kërpudhat janë të pastruar në kalcium, i cili ndihmon në shumë aspekte të ndryshme, si forcimin e eshtrave dhe funksionimin e duhur të sistemit nervor. Për biografinë e sotme kemi zgjedhur të flasim për Lady Gagën, ylli që thyen kufit. Një ditë pranvere më 28 mars 1936 në New York, lini një vajzë me një pasion të zjarrt për muzikën dhe artin. Prindërit e saj quajtën Stephanie Joan Angelina Germanotta, por bota do ta njihte më vonë si Lady Gaga, një nga artistet më të guximshme dhe më inovative të shekullit 21. Që e vogël, Stephanie tregoi një talent të jashtëzakonshëm për muzikën. Ajo nisi të luante në piano që në moshën 4 vjeç dhe shpejt u bë një fëmijë i dalluar në shkollën e arteve. Por pavarësisht talentit të saj, ajo nuk kishte një rrugë të lehtë drejt suksesit. E përqeshur nga shokut për stilin e saj të veçantë dhe ëndrat e mëdha, ajo nuk hoqi dorë asnjëherë. Në fundin e adoleshencës, Lady Gaga u pranua në Tisch School of Arts në Universitetin e New Yorkut, por e la shkollën për të ndjekur muzikën në mënyrë profesionale. Ajo punoi në klube të vogla të qytetit, duke kërkuar një shans për të shfaqur talentin e saj të jashtëzakonshëm. Ky shans erdhi kur ajo filloi të shkruante këngë për artistë të njohur si Britney Spears. Në vitin 2008 erdhi shpërthimi i saj i madh me albumin The Fame dhe këngën Just Dance, e cila pushtoi top listat botërore. Pak muaj më vonë, Poker Face e bëri ato një yll të padiskutueshëm, me një stil të veçantë, veshje ekstravagante dhe një prani skenike që nuk ishte të krahasuar. Ajo ndryshoi botën e muzikës pop. Ajo nuk ishte thjesht një këngëtare, ishte një ikon kulturore, një aktiviste për të drejtat e komunitetit dhe një zë i fuqishëm kundër bullizimit dhe sëmundjeve mendore. Por Lady Gaga nuk u ndal vetëm në muzikë. Në vitin 2018 ajo befasoi botën e kinemas me rolin e saj në filmin A Star Is Born, ku interpretoi për krah Bradley Cooper. Performanca e saj u vlerësua lart dhe kënga Shallow fitoi Oscarin për këngën më të mirë origjinale. Të vjerë me rubrikën Kuriozitete dhe sot do të flasim për materialin më të zi në botë. Në vitin 2019, studiues nga Massachusetts Institute of Technology zbuluan një material të ri që absorbon 99.995% të dritës, duke bërë atë më të zi se çdo material i njohur deri më sot. Ky material është 10 herë më i errët si Venta Black, i cili më parë mbante rekordin si substanca më e zezë në botë. Ky supermaterial u krijua aksidentalisht nga një ekip shkencëtarësh të udhëhequr nga Brian Wilder dhe Shawn Lee, të cilët po eksperimentonin me nanotuba karboni, struktura mikroskopike që kanë një aftësi të jashtëzakonshme për të thithur dritën. Ata vendosën këtë nanotuba me një sipërfaqe të bërë nga alumini oksiduar dhe papritur zbuluan se materiali i ri ishte më i errët se çdo gjë që kishin parë më parë. Materiali funksionon duke bllokuar pothuajse të gjithë dritën që bie mbi të. Kur një rrezë drite godet këtë sipërfaqe, ajo nuk reflektohet si te materialet e zakonshme, por përthithet dhe humbet brenda strukturës së ngatruar të nanotubave të karbonit. Kjo krijon një efekt optik ku syri i njeriut nuk arrin të dallojë asnjë formë apo teksturë, thjesht duket si një vrim e zezë. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 28 mars parashikohet të përshkohet në një mot i paqëndrueshëm. Sipas të dhënave meteorologjike, pritet të ketë një ditë me vranësira dhe rreshje shiu. Temperatura minimale parashikohet të jetë 1 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Era pritet të fryjë nga jugperëndimi me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 10 metra për sekond, çka do të bëjë të krijohen dallgëzim deri në 3 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 8 deri në 12 gradë Celsius, Kukës 4 deri në 14 gradë, Peshkopi 3 deri në 13 gradë Celsius, Tiranë 8 deri në 13 gradë, Durrës 8 deri në 13 gradë Celsius, Kavaj 8 deri në 14 gradë, Elbasan 5 deri në 13 gradë Celsius, Berat 8 deri në 12 gradë, Korç 2 deri në 14 gradë Celsius, Vlorë 7 deri në 15 gradë, Gjirokastër 1 deri në 10 gradë, Sarand 8 deri në 13 gradë Celsius,
Për datën 28 mars, territori i Kosovës pritet të ketë një mod të paqëndrueshëm. Gjatë ditës do të ketë reshje të shumta shiu në të gjithë territorin. Temperatura minimale parashikohet të jetë 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 14 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga juglindja me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 8 metra për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovic 6 deri në 13 gradë Celsius, Podujev 4 deri në 13 gradë, Skënderaj 5 deri në 12 gradë Celsius, Pej 6 deri në 10 gradë, Prishtinë 6 deri në 12 gradë Celsius, Gjakov 4 deri në 13 gradë, Malishev 6 deri në 11 gradë Celsius, Gjilan 5 deri në 14 gradë, Ferizaj 6 deri në 13 gradë Celsius, Kaçanik 5 deri në 12 gradë, Suharek 6 deri në 11 gradë Celsius, Prizren 5 deri në 13 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë do të rishim sërish nesër. Deri atëherë, mirë takofshim.